Asambli shtetëror i këngëve dhe valleve shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut më 11 dhjetor, në ora 19 do të mbajë koncertin për nder të festave të nëntorit. Koncert ky që u anulua për shkak të vdekjes së këngëtarit Çpat Kasapi. Koncerti organizohet nga Qendra për Kulturë në bashkëpunim me Ansamblin shtetëror të këngëve dhe valleve shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në bashkëpunim me institucionin Ansamblin shtetëror të këngëve dhe valleve popullore shqiptare, pas dy anulimeve, siç e thatë edhe ju, jo të rastësishme, megjithatë duke marrë parasysh faktin se tetova humbi një artist shumë të dashur dhe ishte arsyetohen domethënë këto anulimet. Por tani, megjithatë, dëshira e qytetit të Tetovës për ta pasur ansamblin në Pallatin e Kulturës dhe njëjtashtu edhe dëshira e Shpatit po ta kishim në mesin ton, shfrytëzojmë rastin edhe një herë ngushëllime familjarëve. Këto artistë të skenës asnjëherë nuk duan të ndalet diçka e tillë. Andaj pas këtyre anulimeve vendosëm që më 11 dhjetor ansambli shtetëror të jetë pjesë e skenës në qytetin e Tetovës. Në ndërkohë për publikun tetovar është paraparë një program i veçantë duke përfshirë valle dhe këngë të ndryshme me motive kombëtare. Në fakt ne para kësaj kemi bërë një koncert i doajenëve i cili ishte në Shkup, ku ishte premiera e Vallës së Rexhës dhe normal kishim dhe doajenët këngëtarët të cilët ishin vëllezërit Sejdiu, vëllezërit Dervishi edhe njëkohësisht ftuam edhe të madhin dhe mikun ton Haxhi Maqellara. Premierën e Vallës së Rexhës e kemi shfaq në Shkup, pas kësaj kemi bërë dhe një koncert në Gostivar dhe kemi edhe koncertin në Tetovë, ku në koncertin e Tetovës kemi, pasi që ne në koncert që do vim tash si ansambël, është pas 6 viteve që do marrëm pjesë dhe është një surprizë kemi bërë për publikun, që do ketë program të larmishëm të rrethit të Pollogut, këngë të Dibrës edhe njëkohësisht do ketë edhe vallen Rrezet e Shkupit. Po ashtu do të luhet dhe vallja e Viganët e Sharit dhe edhe një herë do ta ripërsërisim vallen e Rexhës, sepse doli shumë valle e bukur. Njëkohësisht do të ftojmë dhe mysafirët të cilët i kemi ftuar edhe në Shkup, vëllezërit Sejdiu dhe vëllezërit Dervishi. Meqë Haxhi Maqellara nuk do mund të vijë për shkaqe shëndetësore, ne do të këndojmë këngën e tij bashkë me grupin. Koncerti për nder të festave të nëntorit është pjesë e programit vjetor të Ansamblit të këngëve dhe valleve shqipe në kuadër të Ministrisë së Kulturës.